Përshëndetje të nderuar miq, sot do gatuajmë qiqra me mish viçi. Përbërësit janë këto që shikoni, unë kam përdorur sigurisht qep të kuqe, sepse nuk kisha të bardh. Kemi urdha, mish viçit, piper, rigon, kripë, nenexhik dhe majdanoz. Dhe sigurisht qiqrat janë të futura në ujë, të lëna për shumë orë të zbuten. Fillojmë gatimin me prerjen e mishit në copa dhe në kavërdisjen e tij, sigurisht me qepë, me erza dhe me ujë të nxehtë, patjetër që mos ja presim valën dhe e lëm të ziej për 20 minuta. Ambisa të nderuara, siç ju e dini, qiqrat duhet të rinë shumë orë në ujë. Zakonisht i vendosim në ujë në darkë dhe i gatuajmë të nesërmen. Por, për ato që e kanë kohën më të reduktuar, për ato gra, ka dhe një sekret që e përdor dhe unë, që pasi e shplaj, e fus në tenxhere dhe i fus një lugë sodë buke dhe i zjej për 15-20 minuta në tenxhere të presionit, dhe ato bëhen shumë të buta. Pasi qiqrat i kemi kulluar, jemi në momentin e gatimit të tyre. Pra, kavërdisim qepën, i edhim karotën, i edhim 3 thelbinj hurdhe, majdanoz dhe edhim gjithashtu edhe qiqrat, i trazojmë të gjitha bashkë. Pas përzierjes pra, është momenti kur i hedhim lëngun e mishit së bashku me mishin. Miq të nderuar, ky është rezultati përfundimtar i qiqrave me mish. Herën tjetër do t'ju prezantojmë qiqrat në furrë, qiqrat sallatë dhe qiqra në hell.